Përshëndetje edhe një herë nga unë avokate Elona Berqi. Do t'ju tregoj edhe një herë listën e rasteve përjashtimore për pagesën e 15% kur kryejmë veprimin e shitblerjes në noteri. Keni kujdes, këto janë rastet përjashtimore të vendosura me ligj. Rasti i parë është kur prona trashëgohet apo dhurohet ndërmjet familjarëve të rrethit të ngushtë, sipas anës 361 dhe 363 të Kodit Civil. Shkëmbimet e truajt me ndërtesë apo anasjelltas, kur nuk ka fitim kapital. Bashkëpronarët e detyrueshëm sipas ligjit 7501, kur ata dhurojnë apo trashëgojnë mes tyre apo hiqin dorë nga pasuria, nuk e pagojnë 15% në shtet. Po ashtu nuk e pagojnë sipërmarrësit në fushën e ndërtimit apo investitorët në fushën e ndërtimit kur janë të regjistruar në QKB, pasi këta kanë për qëllim shitje. Kur bëhet fjalë për trashëgimi apo dhurim ndërmjet trashëgimtarëve të shkallëve të mëposhme sipas Kodit Civil, për vlera pronash të paluajshme nën 5 milion lekë dhe për vlera pronash të luajshme nën 1 milion lekë. Ke një rast specifik dhe do të dish si ta zgjidhësh, më komento ose më shkruaj në mesazhe të kthej një përgjigje dhe të ndihmoj.